Një tjetër rast i ushtrimit të prostitucionit është goditur nga policia në Durrës, ku në pranga ka rënë një 24 vjeçare me origjinë nga Brazili. Sipas burimeve zyrtare, reja kishte marrë me qira ambiente në lagjen numër 4 në qytetin Bregdetar, të cilat i kishte përshtatur për zhvillimin e këtij aktiviteti të palishëm. Operacioni policor u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa një ndërhyrjes u konstatuan në ambiente dhe 3 shtetas të tjerë shqiptar, të cilët u proceduan penalisht në gjendje të lirë si klientë dyshuar. Gjatë kontrollit, uniformat blu sekuestrua një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga prostitucioni, një pasaportë dhe 2 aparate celulare që pritet të shërbejnë si prova materiale për hetimin. Ndërhyrja e policisë u bë në mbështetje të shërbimit zjarfikës, pasi 24 vjeçaria refuzoi të hapte derën efektivëve, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë me forcë për të hyrë në ambient. Materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprimet mëtejshme, ndërsa policia thekson se kontrollet për goditjen e rasteve të prostitucionit dhe aktiviteteve të tjera të palishme do të vijojnë në të gjithë territorin.